A do t'jesh deputet apo do t'kesh post ministror? S'kemi orë të halon atë fazë. Tradhti brenda llojit apo ambicie pa kontrolluar. Ndërsa kabineti Kurti 3 ka nisur punën pra pas skenat e ndërtimit të tij po zbulojnë çorje të tilla brenda koalicionit qeverisës. Në qendër të kësaj stulie politike, Nezir Kroki, Donika Gërvolla dhe një jo e prerë nga Albin Kurti. Burime ekskluzive për Sturm zbulojnë se Nezir Kroki, një nga zërat më aktiv të kauzës së pushtetit, ka tentuar një lëvizje të rrezikshme. Ai është drejtuar personalisht kryeministrit Albin Kurti me një kërkesë të drejtë për drejtë, emërimin e tij si ministër i arsimit dhe shkencës. Por ajo që Kroki e llogariti si guxim, kryeministri e ktheu në një leksion të ftohtë diplomatik. Kurti nuk zgjodhi ti përgjigjej Krokit. Në vend kësaj, ai bisedoi me shefin e partisë Kuxë, Donika Gërvollën. Mesazhi i tij ishte i prerë. Nuk ka nevojë për përballje me Krokin. Pozitat në partinë tuaj janë dhënë dhe nuk kam çfarë të diskutoj me askën tjetër. Ky veprim i Kurtit e ka ekspozuar Krokin drejt për drejt para shefës së tij politike, duke e denoncuar tentativën e tij për ta anashkaluar hierarkinë. Ky zhvillim ka ndesur një debat të ashpër brenda partisë Kuxë. Donika Gërvolla, e gjendur para një veprimi tinza saj, raportohet ta ketë gozhduar Krokin për mungesë lojaliteti. Moll sheri mbetet pretendimi i tij për të negociuar kokë me vete, duke vënë në pikpyetje unitetin e partisë që mbon emrin Kuxë. Sturm ka dërguar pyetje zyrtare në drejtim të zotit Kroki për të marrë versionin e tij të ngjarjes, por i njëjti ka zgjedhur të heqë deri në momentin e publikimit të këtij lajmi. Ashtë kjo thjesht fillimi i fundit për ambicjet e Krokit brenda këtij koalicioni, mbetet të shihet.